Besimtar të nderuar vëllezër e motra, me zemër dhe shpirt përjetojmë festën e madhe të Kurban Bajramit. Fest kjo që shënon kryerjen e obligimit të haxhit, obligimin e prerjes së kurbanëve, si dhe ditët në të cilat u plotësua Kurani famlar për të qenë udhërrëfyes për mbar njerëzimin dhe për të gjithë kohrat. Në ditët e kësaj feste, miliona besimtar, me besim të paluhatshëm dhe vetdije të lartë kryen obligimin e haxhit, për të plotësuar kushtin e 5 themelor të Islamit dhe për kushtimin e tyre ndaj Zotit të Madhërisëm me fjalët të përgjigjemi Zoti ynë, të përgjigjemi. Vërtet sot në Qaben e bekuar, në luginën e Arafatit dhe në vendet tjera të shenjta, besimtarët dëshmojnë se qëllimi i tyre është dashuria ndaj Allahut, ndaj vetvetes dhe ndaj njeriut. Në Qaben e bekuar marrin porosin se njerëzimi buron nga një mashkull dhe një femër, gjë që ngre vetdije të lartë për barazin në të gjitha sferat e jetës, për devotshmërinë, respektin, njerëzinë dhe zhvillimin në shërbim të njeriut. Në këtë ditë të madhe të festës së Kurban Bajramit, besimtarët me kënaqësi kryen obligimin hyjnor të prerjes së kurbanëve të tyre, duke dëshmuar në praktik se pasuria është dhuratë e Zotit dhe se ajo nuk është qëllimi i jetës, por mjet për arritjen e qëllimeve të saj, besimit, kujdesit ndaj vetvetes, njeriut, jetimit të varfurit, dijes dhe mirëqenies njerëzore. Kjo vërteton parimin e madh Islam, se nuk ka vepra madhore pa sakrifica të mëdha dhe se e mira arrihet duke flijuar edhe më të dashurën që posedon njeriu. Andaj, festa e Kurban Bajramit, përmes prerjes së kurbanëve, kultivon personalitet konstruktiv, të matur, të urtë, të përkushtuar ndaj të mirës, solidar, paqësor dhe në çdo moment të kujdesshëm për mirëqenien e përgjithshme. Kjo fest e madhe e bën besimtarin të vetëdijshëm që ta largojnë nga vetja urrëtitjen, xhelozin, agresivitetin, nënçmimin, diskriminimin dhe përçarjen. Ajo simbolizon vetdijen e lartë mbi krijuesin, kujdesin për familjen e shëndosh, afërsinë me njëri tjetrin, urtësinë në veprim, dashurinë ndaj të afërmeve, prindërve dhe familjes, forcimin e lidhjeve ndërnjerëzore, shmangjen e konflikteve ndërmjet vendeve dhe kombeve, si dhe mbjelljen e paqes, tolerancës dhe solidaritetit për ngritjen e vetvetes, familjes dhe shoqërisë në përgjithësi. Besimtar të nderuar, vëllezër e motra, në këtë festë të madhe, shfrytëzoj rastin që në emër të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, t'ju shprehi urime më të sinqerta dhe më të përzemërta të gjithë besimtarëve, familjeve si dhe bashkëdhetarëve tanë, kudo që jetojnë dhe veprojnë. Lusim Zotin e Madhërisëm që t'i pranoj sakrificat tona, kurbanët dhe lutjet tona, duke na shpërblyer me mëshirën dhe begatitë e tija të pakufishme. Urime na qoftë festa e madhe e Kurban Bajramit.